Një ditë gjithçka do të rregullohet. Inshallah. Ky është premtimi i Allahut. Në të vërtetë, pas çdo vështirësie vjen gjithnjë lehtësimi. Allahu na dhën lehtësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Çfarë Allahu zgjidh për ne është vërtet e mirë për ne, edhe pse mund të mos jetë ajo që ne dëshirojmë. Çdo zgjedhje që ai bën është e saktë, edhe pse ne nuk e kuptojmë arsyen pas saj.